familjen Bakaj. Unë kam kënaqësinë që jam me zonjën Elizabeta, me zotin Flamur, prindrit e Elisit dhe me Jonën, motrën e Elisit. Kemi ardhur sepse në fakt Elisi nuk jeton me ta, por gjithsesi prindrit, familja janë një pikë shumë e rëndësishme që një futbollist të bëhet i suksesshëm. Dhe me sa duket Elisi e ka patur një mbështetje shumë të fortë familjen e tij. Realisht na tregoi Elisi zoti Flamur që keni qenë një personi që ke besuar gjithmonë tek ai dhe e ke mbështetur pa mas në rrugën e tij për të bërë futbollist. Po vërtet është ajo që kur ka qenë fëmijë unë që pa lindur biles unë kam pas dëshirë që të ashu një djalë edhe që të bësh futbollist. E kishim mendër si familje. Edhe kur na ashu filloi që në moshë të vogël, që në moshë 6 vjeç, ka filluar me një ekip privat në kombinat, kombinat tekstili, si që i thoshe, ose lagja 6, me një trajner aty dhe pasaj kaloi te Partizani. Ishte në moshë 8 vjeç, 9 vjeç, diçka e tillë. Edhe aty pasaj filloi me moshat, me një trajner që Gazment Kraja, ai që në fillime se e pa, më foli jashtëzakonisht mirë për të dhe më tha që është i talentuar, që në atë moshë. Edhe këtu besoj u bë zemramal. Se në fillim nuk donte të ma merte, për arsye se ai kishte 85, edhe 84, 85, që ky ishte 87. Po pasaj kur e pa në stërvitje, tha do ta marrë edhe e mori edhe kështu që deri në moshë 14 vjeç e gjysmë, 15 vjeç, kur ranë që bëri akademinë Partizani, Berxhani atëre, e pa ikona e futbollit shqiptar Panet Pano dhe ai ishte në të parët që tha për këtë që të shu edhe që në atë kohë pasaj me Panajoti vajtit e Berti edhe Berti e morit për njerë me ekipin e parë. Mirë, do të thotë që ka pasur një bekim shumë të madh Elisi përderisa është le të themi përzgjedhur në një farë mënyrë nga legjenda e futbollit shqiptar Panajot Pano. Unë do doja të ndalonim te ato detajet që publiku nuk i njeh, që nga fëmijëria, që nga le të themi zullumet në thonjza që mund të ketë bërë, apo edhe gjëra të bukura që unë në fakt u habita kur erdha këtu, sepse nuk mendoja kurrë që një afeksion, një vëmendje kaq e madhe për të koleksionuar, për të ruajtur çdo moment të bukur të karrierës së Elisit, vërtet për tu admiruar kjo gjë. Po unë doja të pyesja pak mamin. Atëherë, edhe zoti Flamur e kishte ëndër, domethënë pa lindur Elisi, nëse do të kishte djalë, do ta bënte futbollist. Elisi ka qenë një fëmijë i mbar. Hynte te tamam, vërtet djalë, ashtu, po ju përkushtua komplet pastaj futbollit. Unë nuk do lë pa përmendur edhe gjyshrit e Elisit, sidomos babai Flamuri që gjithmonë e ka shoqëruar me ato peripetësit, me ato vështirësit, dhe duhet të merre nga ta çoje te shtëpia pionierit me orar, pa orar, nëse ne të dy ishim në punë. Plus pastaj edhe gjyshrit nga ana ime që e kanë mbështetur moralisht. Tani unë kam maman që është tifozja personale e Elisit. I takon, Edhe kështu që po mirë, na treguan edhe shoqëria që Elisi është pak tip sanguin. Do të thotë këtë e tregonte edhe në fëmijëri, më thënë ishte tip i shkathët, Po, shkathësi ishte, po. Jo çamarrok. Jo çamarrok, më thënë hynte tamam te ato që ishte i shkathët. Elisi mund edhe në ambientin brenda familjes mund të lozte me top. Muret çfarë kanë hequr muret. Është ndryshe në futboll, edhe ndryshe në jetë. Nuk është ai futbolli. Po të rish me të, ai mund të rish edhe një orë me të dhe do të thuash që fletë fjala apo jo. Kurse aty në futboll ai përfiturohet komplet me lojë. Po ka përshtypjen edhe një tifozë tjetër personale, ëh? Po, është vërtet. Unë mund të them që jemi tifozët më të zjarrta që ndjekim Elisin nga ekrani bashkë me mamin, por kohët e fundit kemi filluar ta ndjekim edhe live në stadium. Shkonin edhe në stadium? Po, patjetër, kohët e fundit po.
sepse rikthimi atij ishte i tillë që ne duhet ta mbështesim akoma më shumë Elisin dhe me skuadrën e tij të re, siç ishte Tirana. Po, sigurisht. Megjithatë, nuk e diferencë shumë të madhe me Jo, Elisin, unë je pak vite më e vogël. Po, 3 vite jam me Elisin. Me Elisin mbaj shumë gjëra nga fëmijëria. Kemi kaluar shumë. Si ka qenë si vlla fillimisht, pastaj të flasim si e ke përjetuar Uzinim shumë, kur kemi qenë të vogël. Grindenit shumë. Grindenim shumë. Sepse mosha, kur je afër me mosh. grindeshim shumë. Donte lozte gjithmonë, më prishte gjithë lodrat e mia, e mbaj mend shumë mirë, sepse të vetmin gjë që Elisi nuk prishte ishte topi i tij. Gjithë gjërat e tjera, si makinat, si kukullat e mia, si gjëra, nuk i interesonin, i prishte, i gjunte me topi, bënte ishte, domethënë, mbaj mend gjithashtu që loznim, kemi pas shtëpi private, edhe loznim të dy. Kur kalonte kohën jashtë me çuna, theshe, po prapë ne vazhdonim lojën edhe në shtëpi. Unë isha portierja dhe ai ishte Bënte gjithmonë gol, besoj. Ndonjëherë. Pastaj duke u rritur që fillon sheshohen edhe këto grindjet. Elisi mund të them që ka qenë edhe ka pas mungesa në familje, sepse për arsye të grumbullimeve që ka pasur, është detyruar që të largohet shumë herë nga familja, por në momentin që ai ndodheshe, mundohej ta kompensonte në të gjitha aspektet e mundshme. Do të thotë që ishte tipi dashur, që domethënë e shfaq, e tregon atë afeksionin. Unë me Elisin kemi një lidhje motër e vlla, tamam siç e kanë shqiptarët, por domethënë shkëmbejmë një dashuri shumë të madhe dhe kuptojmë me njëri tjetrin që në shikime. Elisi është vllai që çdo kush, shoqët e mia kanë shumë zili që unë kam një vlla si Elisi. Jo për famën që ai ka, po për sa i kujdesshëm është ai ndaj meje, ndaj familjes tonë. Sa bukur. Ndërkohë pjesën e karrierës e ke përjetuar edhe ti duke u rritur njësoj së bashku me Elisin, apo jo? Po, patjetër. Çdo sukses, çdo moment vështirë. Patjetër. Jam e para besoj që uroj me mesazh sa në momentin që bëhet gol unë i dërgoj direkt mesazhin, urime për golin. Dhe kohët e fundit duhet ke shargjuar goxha mesazhe. Patjetër. Patjetër. Jam që e filmoj nga shtëpia kur bën golin, videon e parë se ta shikoj në çdo lloj emisioni tjetër, ashtu si dhe çdo emisioni juaj, ja dërgoj unë. Gjithmonë kur janë ndeshjet në transfer, kurse ato në Tiranë ndjekim live. Sa bukur. Mirë, tani ne hym në shtëpi dhe të thash, u habita nga gjithë, le të themi ai shkëlqimi që kanë marrë gjithë çmimet apo vlerësimet që ka marrë Elisi, por koleksionon fanellat që ka veshur Elisi, faqet e gazetave, revistat ku mund të dalë, albumet të tëra me fotografi nga karriera e Elisit. Të flasim pak për këto objekte, ti marrim me radhë. Që nga dita e parë, që mbaj mend që kur ka qenë 8 vjeç në një aktivitet në Tetov. Po. Edhe aty ma dha i trajneri vetë një Petrit, mbi emrin si mbaj mend si e ka pas, që e ka pas fillim fare. Ma dha atë, ma tregoj shikotha se ka dalë Elisi lojtari më i mirë atje, 8 vjeç isha mos gabojnë diçka e tillë. Pastaj fillova të marr këto gazeta, kur filloj me ekipin e parë të Partizanit. I mblidh që ai bënja biles ky bënte edhe humor me mua, më thoshte që qa bën edhe ti e qumë, thoshte se unë me Elisin jam si shok. Edhe i thosha mirë mër djali, thosha kur të rritesh bësh si unë, do të tregosh fëmijëve tu, do ta kuptosh se sa tashu janë këto. Edhe me gjithmonë që i kam të gjitha gazetat. Po jo gazetat që nuk të shpëton asnjë gjë. gjë. Jo, s'më shpëton absolutisht asnjë gjë. Jo gazetat, se po ti hapësh, jo gazetat që flasin mirë. Po dhe ato që e bëjnë canguin që i thonë, që e bëjnë mistrec, që e bëjnë deri dhe the rrugaç, shumë herë. Kur gjatë asaj. Kur i shpletoni, kalon këto pjesë? Jo, i lexoj biles, ato shikoj më me vëmendje. Edhe që i kam të gjitha gazetat, biles edhe me Tiranën tani i kam bledh, po si kam bërë akoma. Nuk i ke lidhur, nuk i kam lidhur, si libër. Si të gjitha, revista, që dalin, fotografit për shembull kur ishte jashtë me këto, që i mesha në internetin, në këto gjëra. Edhe i bënja dhe i fusja. Do të thënë, të gjitha këto albumet këtu poshtë janë që nga fëminia. Që nga fëminia deri më sot. Deri më sot. Me Tiranën, sa ka dalë fotografi që i kanë zjerë, i kam edhe ato. Po si kam hedhur në atë se duhet grumbulloj, që ti... Pra nuk është bërë ende albumi, a? Kurse me këto tjerat i kam të gjitha,
pa përjashtim. Po kam përshtypjen që po i ruan që të ndoshta Elis fiton dhe titullin kampion me Tiranën edhe të mbyllet bukur albumi, pse jo? Shiko, dëshira ime kjo është. Me Partizanin mori një kupë, kur ishte 15 vjeç. Se atëre ka qenë që ka luajtur për herë të parë. Dhe me ekip të parë. Edhe me ekipin e parë, biles kualifikimin në kaç e Partizanit e ka bërë Elisi 2-1 me Elbasanin. Ka bërë golin e dytë, kur ka qenë presor Sulmema trajner. Edhe vajti te Dinamo doli kampion. Vajti te Odessa e nxori në UEFA, që ata s'kishin dalë ndonjëherë. Tani presit më nxjerrë edhe Tiranën kampion edhe të Se kompletohen jo, ja ka marrë dorën. Ke ruajtur çdo objekt, çdo çmim që ka marrë të gjitha. Elisi. Do me thënë, Elisi i merr dhe i dorëzon. Po, më jep mua. Tek babi. Po jo, edhe mos i bjerë ai, do të bëj mua, do shkoj unë. Ja, siç ka marrë këtë të fundit që vajta vet, të Top Sportit. Vajta vet e kërkova. Ndërkohë ruan dhe fanellat apo jo? Fanellat po. Që ka veshur Elisi në ekipe të ndryshme. Në ekipe të ndryshme. Që ka kaluar. Tjetër gjë çfarë koleksionon? Topat e futbollit, se shoh një top aty. Topat, një top që ka luajtur, se këta janë topat që luan. Po. Topin e Dinamos. Topat që ka shkelmuar. Që ka shkelmuar me që kanë luajtur në fush. Po. E kërkoj topin, me rregullat ashtu, aty ku s'ma ja vetë u blej origjinalin, merrni topin që luani, merrni këtë otën. Siç ka marrë këtë Tiranës. Po mirë. Të Dinamos edhe të Partizanit. Partizanit se kam, se kujt ja ka dhënë as unë nuk e di. Nuk ta ka treguar. Nuk ma ka treguar. Mirë, nëse babi koleksionon dhe është shumë korrekt në, le të themi, mbledhjen e gjithë objekteve apo fakteve të karrierës së Elisit. Mami çfarë bën? Vetëm shijon duke luajtur në Mami shijon dhe merret tek pjesa e ushqimit. Është shumë e rëndësishme për një futbollist. Po, patjetër. Bashkë me Jonën. Bashkë me Jonën. Edhe Jona, po Jona përgatit lëngjet, unë bëj gatimet e tjera, sepse patjetër një futbollist duhet të jetë mirë ushqyer. Po, duhet të ketë një gjë shumë të mirë ushqimore, vërtet. Plus pastaj që japim edhe dashurinë tonë. Po sigurisht që duket që është me shumicë, me të një familje përkushtuar. Edhe, jo vetëm ju ndjeni krenar, po edhe Elisi ka përshtypjen duhet ndjehet krenar për ju. Sigurisht që ndjehet. Ai ka gjetur edhe dikë që ndan, le të themi, dhe do ndaj një pjesë të mirë të jetës. Si e keni pritur në familja Andrean? Për më tepër që është edhe një vajzë që vjen nga Rumania, që nuk e njeh Shqipërinë, që nuk e di gjuhën shqipe, domethënë mund të ndjehet edhe pak në vështirësi. Vajzë e dashur. Paktën për ne kemi pritur shumë mirë. Gjithmonë komunikimi është pak ndërhyn Jona me anglishtën. Po sigurisht. Tani kemi vënë një detyrë shumë të rëndësishme që ajo duhet të mësoj Shqipen. Ai duhet ta mësoj patjetër. Elisi ka dhe Shqipen Elisi. Patjetër. Kështu që them që është vërtet vajzë mirë. Kjo është e rëndësishme dhe e rëndësishme është të ndjehet edhe Elisi mirë. Mos harrojmë edhe Gucci. Po patjetër kemi edhe Gucci, ne takuam që në mëngjes Gucci. Është pjesëtar i familjes, po. Jona me Andrean besoj se jeni përshtatur. Po, patjetër. Neve përveç se jemi përshtatur edhe në tipe, po ne na thon shumë edhe që ngjajmë bashkë. Ngjajmë në bashkë kur shohim fotot. Është gocë shumë e dashur, vajzë shumë e dashur. Edhe për sa kohë që e bën Elisin të lumtur, ne jemi shumë të lumtur. Kjo është e rëndësishme në fundit. Po mirë, sa e vuani faktin për shembull që Elisi u largua në Rumani, më pas në Ukrainë, e kishit larg, ndoshta nuk i qëndroni dot pranë në momente të vështira, apo vjen suksese në fundit. Largimi i parë, unë e kam përjetuar shumë. Të them të drejtën. Çfarë bëje për shembull? Vetëm qaja. Vetëm qaja. Të betohem. Unë nuk guxoja të vija në shtëpi se unë vetëm qaja. Pastaj ajo ka qenë me kthye dhe unë brenda vetes s'duhet të gëzohesha, po nuk e di sepse u gëzova që erdhi. Këto ishin ato. Domethënë nga brenda u gëzove. Brenda u gëzova. Po. Pastaj në ikjet e tjera. U mësove pastaj në një farë mënyrë, po edhe ishte pak më i rritur, edhe grumbullimet që bënte për shembull në çdo fundjavë, për shembull, ose këto pak a shumë të mësojnë e mëson veten që nuk është për shembull dhe në largimin që bëri pastaj te Dinamo Bukureshtit, se tash s'duhet jemi dhe në një farë mënyrë egoist në kuptimin e mirë të fjalës, po patjetër duhet shikonte
ardhën, karrierën e tij. Pra do të thotë që nëse largohet përsëri për një ekip më të mirë, për një sukses më të madh, jeni mësuar tashmë, kështu që vetëm do ta shijoni. Presim të dali kampion me Tiranën dhe të largohet pastaj. Pastaj të le të largohet. Mezi po pres. Unë ju falenderoj shumë që keni ndarë gjëra vërtet shumë të bukura, shumë intime, shumë personale dhe me publikun e televizionit shqiptar. Uroj me gjithë shpirt që Elisi të jetë sa më shumë përpara në karrierën e tij futbollistike, por mbi të gjitha të jeni të gjithë bashkë, të gjitha në gëzime dhe të shijoni sukseset e tij, jo vetëm në futboll, por edhe në jetën personale. Unë doja të falenderoja Radio Televizionin shqiptar që bëri diçka, arriti që t'i bërë një lloj prezantimi Elisit dhe për të gjithë futbollistët e tjerë shqiptar. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë, sepse meritojnë që të njihen pak më shumë se sa thjesht në fushën e lojës. Deri më sot nuk lojës. ka ndodhur, kështu që dhe unë vërtet falenderoj shumë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Faleminderit. Edhe Tirana kampion.